E falenderojmë Allahun me falenderimet më të plota që burojnë nga thellësia e shpirtit, për çdo mirësi e për çdo begati që Zoti fali e dhuroi. O Zot, ty të lutem ja Allah, shtoje mirësinë tënde ja Allah për gjithë secilin prej nesh. Ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Orientoj zemrat tona, shpirtrat tanë, mendjet tona për në rrugën tënde për tek më e mira. Ti e udhëzuesi dhe orientuesi atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë ja Allah. Kush mund ta devijojë nga rruga jote? Ai i cili zgjodhi humbjen edhe devijimin si mënyrë për jetesën e tij, kush mund ta sjellë në rrugë të mbar përveç udhëzimit tënd ja Allah? Dëshmojmë se i vetmi i cili me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti është Zoti i faljes, Zoti i mëshirës, Zoti i udhëzimit, Zoti i begatisë, Zoti i furnizimit, Zoti i qejve dhe i tokës, Allahu xhelleshanu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, si më i miri njeri, atij familjes ti, shokëve ti ja Allah që e ndihmuan. O Zot, fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre ja Allah, rrugën e bukur, sa të ketë jetë në këtë dynja. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, është një hadith shumë interesant, në cilin profeti alayhi salatu wassalam siç transmeton prej Zotit ti, thot Allahu xhelleshanuhu: "Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush armiqësohet me një dashurin tim, le ta di se i ka shpall luftë Zotit xhelleshanuhu. Ka armiqësu drejt për drejt i Zotin xhelleshanuhu. Në momentin që besimtari e lexon këtë hadith kutsi, me njëherë mendja të shkon kush janë dashurit e Zotit, që Zoti xhelleshanu i mban kaq shumë hatër, edhe i konsideron miqtë e tij të ngushtë dhe që janë të pacënueshëm dhe se do t'i mbrojë vetë Allahu xhelleshanu. Çfarë është ky cilësim i bukur? Kush janë ata të cilët pra që kanë kaq pranë në pozitë me Allahun xhelleshanu? Çfarë cilësish kanë ata? Çfarë kriteresh plotësojnë ata? A më zvall duhet më uveçu nga kjo dynja, me vesh robën, çallmën, xhypen, me u shkëput nga çdo gjë tjetër, ose më u bë murg siç kanë pasjenë bërë përpara Beni Israilit, dhe të shkëputesh nga çdo punë që të arrish të bëhesh i dashur i Zotit, apo kush janë kriteret e tyre? E Allahu xhelleshanuhu neve na tregoi në Kur'an dhe tha: "Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Me të vërtetë të dashurit e ulijat e Allahut nuk ka frikë për ta, për atë që do t'i presin ahiret, dhe ata mos trishtohen për atë që kanë vepruar, sepse janë fiks duke bërë atë që don Zoti xhelleshanu. Kush janë këta o Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Janë ata cilët e kanë besuar me shpirt Allahun xhelleshanu, dhe ata cilët mundohen të jenë devotshëm. Pra të bëjnë sa më shumë prej obligimeve fetare, sa më shumë që kanë mundësi të plotësojnë detyrimet e tyre karshi Allahut edhe karshi të gjithë krijesave, dhe të largohen nga e keqja, nga mëkati, nga zullumi, nga pisliku, nga padrejtësia, sa më shumë që kanë mundësi. Këta janë të dashurit e Allahut xhelleshanu, auliat, të cilët Zoti xhelleshanu i konsideron edhe i ka si miqtë e tij të ngushtë. In awliyauhu illa almuttaqun. Të dashurit e Allahut xhelleshanu janë ata që janë devotshëm, pra mund të jetë kushdo, mund të jesh edhe ti vlla im edhe ti motra ime, mund të jesh në rrethin e dashurve të Allahut. Ajo është një garë, është një garim i hapur për gjithë secilin. Kush dëshiron që të ngrihet shpirtërisht edhe të afrohet tek Zoti xhelleshanu, nuk ka pengesë. Rruga është e hapur për të gjithë që të bëhen miq të ngushtë dhe dashurit e Allahut xhelleshanu, dhe të përfitojnë atë cilësimin e bukur që e tham në fillimin e hutbes tonë. Erdhën 3 vete tek profeti alayhi salatu wassalam. Njëri prej tyre i tha: "O i dërguari i Allahut, tha, unë tha nuk ka ditë që mos ta agjëroj. Të gjithë jetën time e kam bërë agjërim dhe vazhdoj ta bëj agjërim." Ndërsa i dyti i tha: "Kurse unë i dërguari i Allahut, tha, nuk ka natë, tha.
që mos filloj, tha, nga fillimi natës deri në fund natës duke falë namaz natë, vetëm adhurim. Ndërsa i treti tha, kurse unë, tha, për hatër të Zotit nuk do martohem, tha, që mos të angazhohem me punët e martesës me familjen, sepse më hikën koha, duhet jemi përkushtum vetëm për Allahun xhelleshanuhu. A mos valli, tha profeti alayhi salatu wasalam, bravo, Allah ju abov Zot, ju që e keni mashallah. Unë mërzit shumë profeti alayhi salatu wasalam, unë gjitë në hutbe dhe tha, si është kjo punë, tha, që më vinë mu njerëzit edhe më thonë, tha, këshu, duke tregu bisedën që i bën këto tre njerëz. Ndërsa unë, tha, jam Muhamedi, i dërguar i Allahut. Ka, tha, ditë që agjëroj dhe ka ditë që nuk agjëroj. Ka natë që falem ose një pjesë natës falem dhe një pjesë nuk falem. Flej gjumë dhe pushoj. Dhe unë, tha, jam i dërguar i Allahut dhe martohem, tha, dhe krijoj familje. Femen ragibe an sunneti felejse minni. Dhe ai i cili gjen rrugë ose gjen mënyrë tjetër jetese, ndryshe nga kjo e imja, nuk është prej meje. Sa i bukur është Islami. Imagjinoj qofshim falë Allahu xhelleshanuhu, duke qenë një familjar i mirë, duke qenë një njeri pra normal, ti mund të kesh pozicionin tënd aty ku ta ka caktuar Allahu xhelleshanuhu, mund të jesh një mësues, mund të jesh një drejtor, mund të jesh një punëtor krau, mund të jesh një njeri i thjesht, mund të jesh një shitës, një biznesmen, dhe ti mundesh që të bëhesh i dashur i Allahu xhelleshanuhu. Kjo është feja jonë e bukur dhe ky është Zoti jonë. I qofshim falë Allahu xhelleshanuhu. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ndërsa siç transmetohet, kuptimi i këtij transmetimi është i saktë. I kanë thënë profetit alayhi salatu wassalam për një djalë ose për një tri i cili rrinte gjithë ditën në xhami, e zinte nga namaz në xhami, mashallah, për kushtim devotshmëri e madhe. I tregojnë profetit alayhi salatu wassalam, ishin mahnit njerëzit. I thonë, i dërguari i Allahut, ai rrin gjithë kohën në xhami, vetëm falet, vetëm adhuron Allahun, përmend Zotin. E i dërguari i Allahut çfarë i tha? I pyeti dhe i tha, kush kujdeset për te, ku hanej, kush punon për te? I thanë, ka një vlla, ai punon edhe ai fiton për të dy, domethënë, ushqen edhe vllajën e tij. Tha, vllai i tij, tha, që punon, tha, edhe për këtë që rrit gjithë ditën duke u falë në xhami, është më i mirë tek Allahu se sa ai vetë, subhanallah. I qofshim falë Allahu xhelleshanuhu. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ata të cilët pra e besuan Allahun xhelleshanuhu me shpirt dhe në jetën e tyre, në çdo aspekt jetës, jo vetëm në xhami, me qenë mashallah te barek Allah, me qenë yll, me qenë njeri i pastër, po edhe kur dalësh nga xhamia, të mundohesh të reflektosh mirësi, mundohesh mos të hysh në hak dikujt, mundohesh Allahun ta kesh në shpirt në çdo moment tjetër, çdo hap që hedh, edhe në çdo veprim që bën, edhe aty ku të shef syri dhe aty ku dëgjon veshin, në çdo gjë të jetës tate, ta kesh Zotin në shpirt, parin edhe në zemër. Në aktivitetin tënd që bësh, mos të hysh në hak njerëzis, po të jesh njeri i saktë dhe korrekt. E pasha Allahun do të jesh me lejen e Zotit xhelleshanuhu prej dashurve të Allahut xhelleshanuhu. Do të jesh prej dashurve të Zotit xhelle xhelaluhu. Kur thua besuam Allahun xhelleshanuhu, e madhruam Zotin, e lartësuam Zotin, e adhuruam Allahun xhelleshanuhu dhe i dham Zotit hakun që i takon prej madhështisë. E kur nuk adhuruam askën tjetër përveç Zotit xhelleshanuhu dhe asnjë adhurim nuk e bëjmë vetëm se për Allahun. Dhe kur thua në Kur'an, pra si thot Zoti xhelleshanuhu që jam i devotshëm, atëherë ruaj hakun e tjetrit, largohu nga e keqja sa të mundesh edhe nga mëkati dhe bëj prej obligimeve sa të mundesh, sepse do të jesh prej dashurve të Allahut xhelleshanuhu. A ka më keq se sa dikush të rreshtohet pra kundër dashurve të Allahut xhelleshanuhu, të pozicionohet, e pa e kuptu është pozicionu kundra Zotit gjithësisë, sepse me ta është përkraja e Zotit, sepse me ta është suporti hyjnor, sepse ata janë me drejtën edhe me të vërtetën, se janë njerëz paqshëm edhe të mirë, njerëz që nuk i hyn hak kujt, nuk trazojnë askënd, nuk bëjnë pisliq edhe nuk bëjnë fesad në sipërfaqen e tokës. Nuk trazojnë askënd ata. Shohin punën e vet aty ku janë. Janë disa njerëz subhanallahu el-azim, kur pyet dikë të gjithë japin vetëm referenca të mira, e shpresojmë shumë që edhe tek Allahu xhelleshanuhu të kenë referencën e mirë. E Allahu xhelleshanuhu në hadithin kutsi thot: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi."
Kush janë dashurit e Zotit, nuk ka gjë me cilën mund të afrohet më tepërmi njeriu tek Allahu xhaleshanhu se sa duke kryer obligimet fetare, duke fal namazin, duke agjëruar Ramazanin, duke ruajt hakun e tjetrit, duke i dhënë hakun prindit, duke mos u rry njerëzit e duke mos pas zili njerëzit, duke mos shpif për dikën, duke mos pas zili dhe smire dhe urrejtje ndaj tjerëve, duke i dhënë hakun amaneteve dhe punëve tuaja që i ke marrë përsipër me i bë. Pra të gjitha këto obligime janë më parsore. Janë më parsore se sa të falësh gjithë ditën nafile, edhe se sa të agjërosh gjithë ditën nafile, se sa të mbash të hënët e njëjtë për Allahun xhaleshanu, se sa të falësh gjithë natën për Zotin xhaleshanu. Bëj obligimet fetare, sa ato janë e para fare, dhe largohu nga harami, sa ato janë e para fare. Pastaj për nafilet, ato janë suplementare dhe janë me dëshirë, elhamdulillahi rabbil alamin. E vllai ime dhe motra ime, në momentin që njeriu i kryen obligimet e veta, duke shtu dashurinë për Zotin xhaleshanu, dashurinë për krijuesin që të fali gjithçka. E ke pa kur dikush që ti e don me shpirt edhe me zemër i detyrohesh diçka, ti atë që i detyrohesh e shton edhe më shumë dhe ja kthen atij dhe ja jep edhe më shumë se që i detyrohesh, sepse e do me shpirt edhe me zemër, e konsideron dhe e vlerëson shumë. E kështu edhe besimtari nuk mjaftohet vetëm me farzin. Kur dashuria për Allahun xhaleshanuhu zënve në shpirt edhe në zemër, besimtari shton edhe nafile, fal edhe synete, agjeron edhe synete për Allahun xhaleshanuhu, ditë që nuk i ka të obliguara. Po bën edhe sadaka përveç zakatit që jep, po ndihmon edhe të varfrin, po bën edhe shumë gjëra tjera, vjen më herët në xhami, po gjithashtu lexon edhe Kur'an ose gjithashtu bën edhe dhikr që nuk është se e ka obligim që ta bëj. Pra të gjitha këto burojnë nga dashuria që ke për Allahun xhaleshanu, don me bë më shumë, duke e kuptuar mirësinë që të ka fal Zoti xhaleshanu. Por çfarë ndodh në këtë moment? Thot Allahu xhaleshanu, siç transmeton profeti jon alayhi salatu wassalam: "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." E do të vazhdoj robi, pra gjëja parë fare bën obligimet dhe largohesh nga haramet. Kjo është aja. E do të vazhdoj robi im, thot, afrohet edhe më shumë tek Zoti i tij, tek Allahu xhaleshanu, duke bërë nafile, duke bërë gjëra suplementare vullnetare. Derisa unë, thot Allahu xhaleshanu, do ta duate. Pra siç ti e don Zotin xhaleshanu dhe shton për kushtimin ndaj Allahut, kjo të bën ty që të përfitosh dashurinë e Allahut. Thot Allahu xhaleshanuhu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. I don Allahu xhaleshanu ata dhe ata e dun Zotin me shpirt. Thon dietarët edhe ulemat e tefsirit Kur'anit, që ta dush Allahun xhaleshanuhu, neve këtë e kemi pa dhe këtë e konceptojmë. Po çudia thot është tek fjala që thot Allahu dhe Allahu i don ato. Kjo është ajo e cila është synimi i çdo njeriu të devotshëm, i çdo njeriu të përkushtuar, i çdo njeriu që e do me shpirt Allahun xhaleshanuhu, e ta arrish këtë që arrit që janë më të madhe. Në momentin që bëhesh i dashur i Zotit xhaleshanuhu, fe idha ahbabtuhu, vazhdon fjala, vazhdon hadithi kutsi. E nëse unë e du robin tim, unë bëhem, thot, syri me cilin a i shikon, Allahu Ekber. Unë bëhem veshi me cilin a i dëgjon, unë bëhem dora me cilin a i vepron, unë bëhem këma me cilin e ecën. Çfarë do të thot kjo e gjitha? Do të thot se ti ke hynë për kujdesjen hynore. Ti edhe kur ton me bodi çka gabim, nuk lën Allahu xhaleshanu me shku ke gabimi. A keni pa vëllezër, nga i herë neve kur du me bë diçka, kur nuk je mirë as me besim, as nuk je në rregull nga trut, ose ke një situatë vështirë, do me shku diku, nuk ta lecon Allahu xhaleshanuhu, nuk ta bën Zoti xhaleshanu mbar, dhe më pas e kupton se kjo nuk ka qenë më e mira për ty, e Zoti ka çuar ty ku ka qenë më e mira për ty. Nga i herë mrekullohemi neve me përkujdesjen e Allahu xhaleshanu, i qofshim fal, sa që kur bëjmë analiza mbas një viti, mbas 2 vjetësh, mbas 3 vjetësh, si kanë rrjedh ngjarjet, themi o Allahu madh, sikur të kisha dash unë vetë i rregulloj punët e mia kështu si kisha rregulluar dot, siç mi ke rregulluar ti o Allah, të qofsha fal ty. Kjo është përkujdesja hynore.
Kjo është për kujtesja minore që Zoti Xheleshanu thotë bëhem syri jot, veshi jot. Pra ty ta largon syrin nga harami, nga njerëzit e këqij, ta largon veshin nga harami, nga njerëzit e këqij, nga gjërat e këqija, ta largon dorën që mos merresh me pisliqe me haram, edhe ta ruan edhe këmbën, mos shkosh ke harami, ke e keqja që ty të bëhet barr. Nuk mund të lejoj Allahu Xheleshanu që i dashuri i tij të bëj diçka të keqe ose të shkoj ke e keqja. Nuk e lejon Zoti Xheleshanu me përkujtesjen e tij asnjë moment. E kjo është mirësi shumë e madhe. Kjo është mirësi shumë e madhe. Prandaj ti o vllai im, kushdo qofsh, në çdo lloj pozite shoqërore qofsh, aty ku ta ka mundsu Allahu Xheleshanu me ndërtu jetën, ose aty ku ta ka mundsu Allahu Xheleshanu me punu edhe me fitu për jetën tate, për familjen tate, ti mund të bëhesh i dashur i Allahu Xheleshanu duke i bë këto gjona që sapo i përmendëm. Ta dush Zotin me shpirt, të largohesh nga keqja, të bësh obligime sa të mundesh, dhe ti jesh korrekt me gjërat edhe me njerëzit edhe me krijesat e Allahu Xheleshanu. E lut Zotit na faljet, na mëshiroj. Amin. Sot është data 1 maj, siç i thon ndrysh ose siç njihet dita e punëtorëve. Patjetër që na takon që t'i orientojmë 2-3 fjalë për këtë ditë ose për drejtat e punëtorëve, që është vendosur edhe kjo ditë. Në Perëndim para 100 e ca vjetësh kanë bërë protesta shumë të mëdha që të kërkojnë drejtat e atyre cilët punojnë, pra, e punëtorëve. E para fare që desha të them është që puna nuk është turp. E kam më tepër edhe me brezat e rinj, pra, me të rinj, sepse shikojnë trendet e ndryshme që përhapen në rrjetet sociale, shikojnë shembuj disa njerëz të cilët nuk duhet merren për shembuj njerëz që nuk punojnë, që mbase merren edhe me gjëra jo të lavdëruara, edhe ndërtojnë një jetë si jetë luksi, dhe mendojnë se kjo është jeta, apo nuk është kjo jeta, vallahi. E kur shikojnë prindin e vet pastaj që është punëtor krau, ose kur shikojnë prindin e vet që është zanatali, e shohin mase i krijohet një ndjenjë jo vlerësimi, po mase edhe një ndjenjë keqardhje. Edhe ndjehen keq për atë që e kanë babën ose nënën ose familjarët e tyre. Dhe kjo është për të ardhur keq, vallaj. Kjo frym që futet kështu, kjo është katastrofë. Puna nuk është turp. Nëse punon me hallallik, edhe punon me djers, edhe punon me pastërti, të ka nderuar Allahu Xheleshanu, punën tate e vlerëson vetë Zoti. Profeti alayhi salatu wassalam ato dur që punonin i nderote dhe i puthe subhanallahu el-azim. Neve nuk themi që ti të pengohesh, që të kërkosh më të mirën për jetën tate. Inshallah nuk bëhesh punëtor, bëhesh drejtor, nuk ka problem. Të bëhesh edhe kryeministër, edhe ministër, edhe president. Po puna është që mos përçmos kënd, dhe mos mendo se puna është turp, puna është nder dhe krenari. Kjo është e para fare. Dhe ky mimber, nga ky mimber sot, vallahi e them me shpirt, Allahu i nderoft dhe i begatoft kush punon. Të gjithë ata cilët punojnë, Zoti i paf me mirësitë e tij. Sepse kush punon, vallahi e ka begatu Zoti Xheleshanu, ai popull që punon, ai ngrihet edhe zhvillohet. Ai popull që është dembel, edhe nuk punon, edhe i bën naze punës, edhe ka pretendime, edhe nuk është punëtor, pra. Por se anashkalon punën edhe hakun, vallahi ai nuk ngrihet kurrë, vetëm probleme ka. E dyta, vëllezërit e mi, në qoftë se dikush merr përsipër që të bëjë një punë, ta bëj me amanet atë punë. Ta bëj me amanet dhe ta bëj me përgjegjësinë më të madhe. Neve kur flasim për drejtat e punëtorëve, patjetër duhet, po edhe ajo që sot neve e shohim të përhapur gjerësisht, punëtorë cilët gënjejnë edhe rrejnë, të vinë punë sa të kapin punën edhe s'vinë më fare, pastaj edhe të majnë varë, të shtyjnë afatet, edhe duke i vdek fisi nga 4-5 herë, duke saju rrena nga më të ndryshmet, duke kriju lloj-lloj situatash, pra të tilla situata që i hyn hak punëdhënësit, vallahi i hyn hak edhe Allahu Xheleshanu. Edhe ngarkohesh me mëkat. O merre përsipër i gjë boje në afatin e caktuar siç ke ra dakord, edhe me mënyrën, edhe me formën më të mirë, ashtu siç din ta bësh ti, siç do ta bësh për veten tate.
Dhe nuk ka nevoj me të net njëri ke koka me të kontrolu t'ja e bën e mirë a se bën e mirë, dhe pos pate kontrol, ja shkel punës edhe e bën si syt. Do me thonë e bën punën për faqet zezë, e në qofë se ka kontrol pastaj, është i detyruar me e bën formën më të mirë. Pasha Allah, unë kjo është hile. Dhe kjo është me i hynë hak ati që të ka dhënë punën. Dhe kjo është me e këthy hakun tatë në haram. Boje punën ashtu si që duhet. Në qofë se unë do të rritë ty të koka për çdo sekond, atëherë për çfarë do ta bësh punën? Ti e bëj vetën. Po që se unë të rritë ty në çdo moment ke koka. Boje më vëlla punën tamam. Ke ra dakord për një pagesë saktume, ke ra dakord që do ta marrësh punën në një afat saktum, atëherë boje edhe ke halal pagesën tate, ta bëv Zoti mbar. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ai i cili merr përsipër të bëjë një punë për cilën nuk është i aftë ta bëj, ose nuk i jep hakun, le të përgatisi pozicionin e tij në zjarrin e xhenemit, Zoti na ruaj. Nuk është kollaj që ti hysh në hak tjetrit. Nuk është kollaj ta mashtrosh tjetrin, përgatitet tjetri, mund të ketë investimin e jetës vet duke bë, ose i herë rregullosh shtëpinë e tjetrit, ose një punë çfarë do lloj qoftë ajo. Ti hysh në hak masa i s'ka mundësi as me bë, po pse më edhe me pas mundësi, pse duhet hysh në hak me i shpërdoru pasurinë tjetrit. E me i prem bes tjetrit atë për cilën ke rënë dakord. E treta që është shumë e rëndësishme, dhe kjo është ajo që ndodh shpesh gjithashtu. Mos i hani hakun punëtorëve. Ata cilët punojnë, profeti alayhi salatu wassalam neve na ka thënë edhe na ka porosit. T'ja japësh hakun punëtorit pa ju tha djersa, o musliman, jepni hakun edhe mos sajoni pastaj muhabete kur të marroj tjetri punën. Shumica punëtorëve janë buxhetor, mezi e presin rrogën në fund muajit me e çum familje, me majt familjen. Kanë fëmijë për të rrit, kanë familje për të mbajt, kanë fatura për të mbyll, kanë borxhe për të lanë mbase, kanë situata, kanë shëndet për të blej ilaçe. Kështu që mos ja hani hakun tjerëve, kini frikë Allahun xhaleshanuhu. Sepse vallahi hynin hak tjetër nuk ja bën halal. Edhe ka mundësi edhe duaja dhe mallkimi tjetrit ju zën. Vallahi billahi. Prandaj ne si musliman na i ka rregullu aq bukur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam këto rregulla dhe këto dispozita. Imagjino, thot profeti alayhi salatu wassalam, kur e kanë pyet kush është fitimi më i mirë, ka thënë fitimi më i mirë është ai i cili njeriu e fiton nga djersa e tij, nga dora e tij. Elhamdulillah, në çdo lloj pozicioni qoftë njeriu. Dhe kjo, a ka lidhje kjo me temën që thamë, patjetër që ka lidhje, sepse është këtë drejtat e njeriu, si punëmarrësi, si punëdhënësi. Si mund të thosh ti për shembull, jam i dashur i Allahut xhaleshan, ti i bëj hile gjithë dynjos. Ose si mund të thosh ti, mund të pretendosh që je musliman i mirë dhe i dashur i Allahut, duke i hëngër hakun punëtorëve dhe dynjas. Vallahi keni frikë Zotin xhaleshan. E nëse do të jemi dashurit e Allahut xhaleshan, që ta mbyll fjalën time me hadithin e bukur me cilën e fillum hutben ton, nëse thot Allahu xhaleshan i dashuri im, mu do të më kërkoj, do t'i jap. E nëse do të më kërkoj mbrojtje, unë do ta mbroj dhe do të jem krau dhe suport i tij. E lut Zotin xhaleshanu të na falë, të na mëshirojë. O Allah, ty të lutemi o Zot. O Allah, na largone nga e keqja edhe nga çdo gjë që dëmton dynjan dhe ahiretin ton. O Allah, na inspiron veprat e mira dhe gjërat të cilat neve na e zbardhin fytyrën dynja dhe në ahiret, ja Allah, dhe na bëjnë dashurit e tu. O Zot, na shto dashurinë për ty. Na shto dashurinë për Kur'anin, na shto dashurinë për Muhammed Mustafan, na shto dashurinë për njëri tjetrin, ja Allah, të jemi tolerantë dhe të jemi të butë dhe të jemi dashur me njëri tjetrin o Zot. O Allah, ty të lutemi, pastroj zemrat tona nga smira, nga zilia, nga urrejtja dhe nga çdo gjë, ja Allah, që fut përçarje edhe na dobson ne me njëri tjetrin. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, na bëj neve, ja Allah, që të kërkojmë vetëm halalin dhe na mjafto me halalin ton. Dhe na largon nga harami, ja Allah, e mos e bëj kur mbar për ne, ja Allah, nëse në një moment neve na rëshket mendja ose këmba që të nisemi për ke harami. O Zot, jemi dobët, kërkojmë prej teje mbrojtje dhe fuqi dhe forcë, ja Allah, dhe suport. O Zot, ne jemi të pafuqishëm, ja Allah, dhe ti jemi i plot fuqishëm, ndaj kërkojmë prej suportit tënd dhe udhëzimit tënd. O Zot, ty të lutemi na ndihmon neve ndaj veteve tona, ndaj cytjeve të shejtanit mallkum, ndaj sprovave të kohës edhe të terrenit, ja Allah, edhe të mjedisit. O Zot,
ti je ai I cili nëse e merr në mikqyrjen tënde robin tënd, ja Allah, nxjerr faqebar dhe ndihmon këtë dynja dhe në ahiret. Zoti ynë, ty të lutemi pranoj lutjet tona. Zoti ynë, na fal neve sinqeritet në thënie dhe në veprat tona. Zoti ynë, na fal ne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Dërgoj salavatet tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam.